Jemi në Restelic, prapa meje ndodhet shtëpia ku ka ndodhur vrasja e rënd, ku dyshohet që në orët e hershme të mëngjesit një 30 vjeçar e ka vrarë nënën e tij 60 vjeçare. Tashmë personi i dyshuar është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit është ndaluar për 48 orë, ndërkaq trupi i viktimës është dërguar për obduksion në IML. Derisa ne po qëndronim këtu prapa në shtëpi dhe po merrnim pamje, erdhi nga mali i zi babai ose kryefamiljari i familjes, i cili përkundër që ne tentuam ta marrim një përgjigje, ai nuk dëshiroi të flasë. Megjithatë, fqinjet na treguan që përgjithsisht kanë qenë një familje e qetë, mirë po për të dyshuarin thanë që ka pas çrregullime mendore. Duhet thënë që edhe raportet e sotme që janë bërë në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit kanë treguar dhe ka dyshime që personi dyshuar që ka kryer këtë vrasje ka probleme mendore. Në anën tjetër, duhet theksuar që i dyshuari ka qenë edhe më herët i njohur për organet e rendit, pasi që për dhunë familje ka qenë i akuzuar edhe për 2 raste në vitin 2021 dhe për një rast në vitin 2024. Dhe për të gjitha këto raste ka pas edhe një akt gjykim dënues. Ne do të qëndrojmë gjatë ditës të marrim këto informacione dhe deri atëherë ju lëm të ndiqni Kosova Presin.